A e dini qka ko tre? Normal që s'keni ku me dit, pa ju treguone. Pe bëj zamrën guri edhe po ja u tregoj kongën që për herë të parë mundeni me ndëgju vetëm në lajmi.net. Që 2 vjet ju kom thonë me loni popin, tash i popi ju len juve vet. Kush për i kthejet në skenë baz 2-3 viteve pauzë, tash ju tregoj. Po ja nisi kështu. Kallzoni drejt, a ju ka marrë malli për meni këtë shprehjen e famshme gang gang. Normal, jo prej meje, po prej personi që më duket, kushdo që e thët këtë shprehje, nuk tingëllon mirë sikur që e thet vetaj. Po sa ju ka marrë malli për këtë shprehje, po besoj keni një farloj nostalgjie për këngët e tij të vjetra. Po realisht, e kom pa shpesh edhe në rrjetet sociale, ku e presin rikthimin e Ferës në skenën muzikore. Tash mundeni me pas lloj pikpyetje, qysh ai mu kthy në muzikë, sa në vene, ama te marrim qetë, mos të vërshojmë direkt në komente të panevojshme, se cilit tek e fundit i bën zgjedhjet e tij në këtë jetë, edhe nuk jemi na zoti me gjyku kërkon. Ama nisa di me thonë që kur gjës keni ndëgju deri tash, e kjo është lajmi miq. Pra, edhe pse pauzoj 2-3 vite në muzikë, ka qenë personazhi më i klikum dhe më i kërkum si nga mediat, po edhe nga publiku që e ka ndasht muzikën e tij. Do me thonë, vetë emri Fero, edhe kur su kom prezent me muzikë, a i përflitet e shkruhet me të madhe. Që po ju tregoj drejt, se e pështjela e bona lëmsh deri tash, po s'po më rrin bark ma shumë. A po rikthehet Fero në muzikë, a nuk po rikthehet? Qa të ndodh me Ferën në këtë fazë, nga burime tepër të sigurta, po ju tregoj që Ferën shumë shpejt kemi me e pa në projekte muzikore. E di që keni dilema se me çfarë zhanri kam mu kthy, po edhe për këta kam përgjigje. Qa që janë burime të sigurta, sa që edhe për këta e di sigurt. Do me thonë, Ferën kena me pa në rikthimin e tij në zhanrin rap, ashtu si që kemi prit kohë. Se me ton drejtën, industria ka ranë në një farqetësie, e inshallah Fero po i qëm pak prej gjumit. E di që mendoni që jam të baj gare për këtë muhabet që Fero po rikthehet, unë me ja vërtetu që qa thash deri tash është më se e vërtet, kam arrit me siguru një këngë të cilën e ka kriju tashkove të fundit në studio. Që 2 vjet ju kom thonë me loni popin, tash i popi ju len juve vet. Nuk pelo ma shumë, mjafton kjo pjesë. Tash, a ka mundje të rrezikum disa prej artistave me rikthimin e tij në industri? Pa dyshim që po. E tha mirë Fero në kongë, që 2 vjet ju kom thonë me lan hip-hopin, tash hip-hopi ju len juve vet. Ka me dridh pak skenën, pe paramendoj. Nejse, edhe një detaj tjetër, kjo është një nga 10 këngë që Fero i ka të kryme në studio. E për me ndëgju, pritni edhe pak deri në publikimin e tyre. O edhe jo, që e keni mendimin kundër Feros, sigurt e ngoni tinza. A, çka jeni ju, çka jeni?